Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Emine Ramadani, mësimdhënëse në shkollën fillore Rilindja të fshatit Llojan, komuna e Likovës. Sot do të realizojmë një orë në distancë në kuadër të programit e-klasa në lëndën e matematikës, tema programore, gjeometria dhe zgjedhja e problemeve, përmbajtja mësimore shumëkëndëshat, për klasën e 5 në libri në faqe 55. Çfarë dim për figura gjeometrike? Figura gjeometrike apo forma 2D. Kanë dy përmasa, gjërësinë dhe gjatësinë. Kanë kulme, kanë brinjë, kanë kënde. Të përsërisim emrat e këtyre formave 2D. Katrori, drejtkëndëshi, trekëndëshi, pesëkëndëshi, gjashtkëndëshi, rrethi. Vijat e drejta, nga të cilat është ndërtuar forma 2D, i quajmë brinjë. Pikat ku priten dy brinjë quhen kulme. Një pik është një kulm. Rrethi është formë 2D, por nuk ka as brinjë as kulme. Shumëkëndëshat. Shumëkëndëshi është formë 2D e mbyllur me 3 ose më shumë brinjë të drejta. Shumëkëndëshat emërohen në varësi të numrit të brinjëve që ata kanë. Kujtojmë. Këtu kam paraqitur shembuj të formave. Këtu kemi formën e trekëndëshit. Numri i brinjëve është 3, numri i këndeve 3, numri i kulmeve 3. Formën e katërkëndëshit. Numri i brinjëve 4, numri i këndeve 4, numri i kulmeve 4. Forma 5 këndësh. Numri i brinjëve 5, numri i këndeve 5, numri i kulmeve 5. Forma 6 këndësh. Numri i brinjëve 6, numri i këndeve 6, numri i kulmeve 6. Forma 7 këndësh. Numri i brinjëve 7, numri i këndeve 7, numri i kulmeve 7. Forma 8 këndësh. Numri i brinjëve 8, numri i këndeve 8, numri i kulmeve 8. Shumëkëndëshat me 4 brinjë quhen katërkëndësha. Disa katërkëndësha kanë disa veti të veçanta. Ne përdorim vetit e brinjëve dhe këndeve për të emëruar katërkëndësha të ndryshme. Shihni forma 2D më poshtë. Të gjitha janë katërkëndësha, mirëpo janë të emëruar katërkëndësha me emra të ndryshëm. Katror, drejtkëndësh, romb, trapez, paralelogram, deltoid. Kemi shumëkëndëshat të rregullta dhe të shumëkëndëshat jo të rregullt. Një shumëkëndësh është i rregullt nëse të gjitha brinjët janë me gjatësi të barabarta dhe të gjitha këndet janë me madhësi të njëjtë. Trekëndëshi barabrinjës dhe katrori janë shumëkëndësha të rregullt.
ja kjo është trekëndësh barabrinjës. Domethënë gjitha brinjët i ka të barabarta dhe gjitha këndet janë me madhësi të njëjtë. Po ashtu edhe katrori ka gjatësinë e brinjëve të barabarta dhe gjitha këndet janë me madhësia të njëjta. Të zgjidhim detyrën së bashku. Numëron numrin e brinjëve të secilës prej këtyre formave 2D të dhëna. Shkruaj emrin e formës 2D dhe cakto është ose nuk është shumëkëndësh i rregullt. Figura A. Ti numërojmë brinjët bashkarisht? Të shohim se çfarë shumëkëndëshi është? 1, 2, 3, 4. Domethënë i ka 4 brinjë. Si quhet kjo formë 2D? 4 këndësh. Por çfarë thamë në qoftë se duhet të jetë shumëkëndësh i rregullt, çfarë duhet të ketë barabartë? Po pra duhet të ketë brinjët e barabarta dhe madhësinë e këndeve të njëjtë. Por kjo figura a i ka këto veti? Jo pra. Domethënë figura A kish 4 brinjë, është 4 këndësh, por nuk është shumëkëndësh i rregullt. Vazhdojmë me figurën B. Numërojmë sa brinje ka. 1, 2, 3, 4. Domethënë ka 4 brinje figura B. Është 4 këndësh. Por a është shumëkëndësh i rregullt? Po, është shumëkëndësh i rregullt, sepse gjitha brinjët i ka me gjatësi të barabarta dhe gjitha këndet i ka me madhësi të njëjtë. Figura C. Sa brinje ka? Ti numërojmë? 1, 2, 3. Domethënë ka 3 brinje. Çfarë forme 2D është kjo? 3 këndësh, sepse ka 3 brinje. A është shumëkëndësh i rregullt? Nëse është 3 këndësh barabrinje, çfarë thamë ne? Domethënë është shumëkëndësh i rregullt sepse gjitha brinjet i ka me gjatësi të barabarta dhe këndet me madhësi të njëjtë. Vazhdojmë figurën C. Numërojmë sa brinje ka. 1, 2, 3, 4, 5. Domethënë ka 5 brinje. Po pra quhet dhe 5 këndësh, sepse i ka 5 brinje. Pra është shumëkëndësh i rregullt? Jo, pra nuk është shumëkëndësh i rregullt, sepse nuk i ka as brinjë të barabarta dhe as këndet nuk i ka me madhësi të njëjtë. Vazhdojmë figurën D. Numërojmë sa brinje ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ka 6 brinje. Çfarë forme 2D është kjo? 6 këndësh pra. A është shumëkëndësh i rregullt? Po, është shumëkëndësh i rregullt, sepse i ka gjatësinë e brinjeve të barabarta dhe madhësinë e këndeve ka të njëjtë. Ju lutem, vazhdojmë me detyrën e radhës. Ktu kam paraqitur figura. Ne duhet t'i emërojmë ta. Në secilën formë 2D të shkruajmë emrin e saj. Figura e parë të rikujtojmë tash, më lart e përmendëm, çfarë forme është? Po pra drejt këndësh është. Figura e dytë e radhës, çfarë forme është? Po pra, paralelogram. Figura e tretë? Katror pra. Vazhdojmë me figurën e radhës? Po pra, trapez është. Figura e radhës?
3 këndësh. Por kjo figurë, po pra është 6 këndës se i ka 6 brinjë. Figurën e radhës? 5 këndësh sepse ka 5 brinjë. Por kjo këtu? Çfarë ishte? Rëmb. Vazhdoj. Figura e radhës është 7 këndësh pra, sepse ka 7 brinjë. Por kjo këtu? 8 këndësh, sepse ka 8 brinjë. Kjo këtu është deltoid. Dhe figura e fundit është 9 këndësh pra, sepse ka 9 brinjë. Nxënës të dashur, si detyrë shtëpie, keni shumë këndëshat në fletore pune, faqe 32. Ju përshëndes.